Është një ekosistem i tërë ekonomik, një park logjistik modern me magazina, qendra shpërndarje dhe shërbime me vlerë të shtuar që do të krijojë kushte për zhvillimin e industrisë dhe tregtisë. Kompanitë vendase dhe të huaja do kenë mundësi të operojnë në një mjedis modern me akses të drejtë për drejtë në transport detar, rrugor dhe kurrëdor. Në këtë mënyrë Shqipëria nuk do jetë më thjesht një vend tranzit, por një pikë kyçe në zinxhirin e furnizimit rajonal dhe evropian. Një tjetër element thelbësor që me të drejtë ju e ngrini, që është elementi dhe i dimensionit të sigurisë, është përsëri kërkesë e qeverisë shqiptare kërkuar NATO-s që në këtë port të ri të integruar të përfshihej dhe bazë ushtarake e NATO-s. Me të drejtë ju kërkoni që të mbrohet kjo, por është një iniciativë dhe kjo është realizuar fal iniciativës dhe kërkesës së qeverisë shqiptare dhe Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë. Dhe pikërisht ndërtimi i një baze detare të integruar për forcat tona detare dhe për aleancën e NATO-s e kthen Porto Romano në një aset të rëndësishëm jo vetëm ekonomik, por edhe gjeopolitik. Nga ana teknike, projekti është ambicioz dhe konkret, pasi përfshin ndërtimin e dallthyesve të rinj, krijimin e terminaleve moderne, pranijet post Panamax, i cili është i pamundur të zhvillohet sot në portin e Durrësit. Porti i Durrësit ka thellësi që mund të shkojë deri në 8 metra, ndërkohë porti i ri integruar ka në fazën e parë të tij shkon në 13 metra dhe pastaj mund të shkojë deri në 16 metra, pikërisht për të krijuar mundësinë e përpunimit dhe operimit edhe të anijeve më të gjëra dhe më të thella. Porto Romano është një projekt sigurisht që kërkon kohë, përkushtim dhe standarde të larta në zbatim. Sfidat e tilla si procesi i tenderimit apo kompleksiteti teknik janë pjesë e natyrshme e një vepre të kësaj përmase. Këto sfida nuk e zbejnë vizionin, përkundrazi e bëjnë edhe me të domosdoshëm që të ecin përpara me seriozitet dhe transparencë. Porti i Porto Romanos nuk është një investim për gjeneratat e ardhshme, është një projekt që ndërtohet jo vetëm si rrjedhoja punimeve civile, por me vizion, me guxim dhe besimin se Shqipëria mund të jetë një aktor i rëndësishëm në Mesdhe dhe në Europë. Tenderi apo procedura prokurimit ka një ligj posaçëm, që është ligji i prokurimit publik. Ka patur 2 procedura konkurruese. Në procedurën konkurruese të fundit që ju i referoni, ka patur 5 subjekte që kanë aplikuar, që në fakt është e vërtet, janë të gjitha kompaninë ndërkombëtare më të mëdha në botë të porteve, që në fakt tregojnë shumë qartë që projekti, dizajni dhe vizioni i qeverisë shqiptare është shumë i qartë dhe prandaj kanë marrë dhe kanë aplikuar të gjitha në këtë procedurë. Ka patur një subjekt i cili është kaluar në fazën përmbyllëse, që është shpallur si ofertues i suksesshëm, por me të drejtën e tij, ky ofertues është tërhequr, ka bërë dhe një njoftim për sa i përket elementeve të kostove të projektit, duke njoftuar që fondi përkatës i procedurës nuk e përmban tashmë koston që ka projekti, pasi patjetër krizat, inflacioni dhe elementet që po ndodhin sot në Europë dhe në botë e impaktojnë kostën e tij dhe si e tillë është tërhequr. Kjo është një procedurë krejtësisht normale në ligjin e prokurimit publik dhe në procedurat e prokurimit publik.